Gen Z dhe millennials e përjetojnë pushimin si një formë ankthi dhe depresioni. Është ky konstatimi i fundit që vjen, sipas të cilit pushimi nuk sjell qetësi, por një ndjenjë faji. Psikologët e kanë quajtur këtë fenomen faji produktivitetit, një gjendje ku dhe pushimi më i thjesht duket i pa justifikuar. Me kalimin e kohës, truri e percepton relaksimin si dështim dhe jo si një proces të nevojshëm rikuperimi. Por pse ndodh kjo te të rinjt dhe cila mund të jetë sjellja apo qasja që do të ndihmonte çdo kënd të dilte nga kjo ngarkesë emocionale dhe ndjenjë faji. Në këto minutat pjesës 3 do ndalemi pikërisht te ky argument dhe për të marrë disa përgjigje jemi në këtë lidhje me psikologun, me profesorin Edmond Dragotit. Përshëndes, faleminderit që jemi së bashku. Përshëndetje, Vjeta, shmësia ime. Gjithashtu edhe për mua, shumë aspekte diskutohen lidhur me brezin Z, me Gen Z, por një moment i tillë vlen që të ndalemi. Pushimi ndihet si një ndjenjë faji. Si duhet ta kuptojmë këtë aspekt? Në fakt, brezi sotëm është përballë shumë ndryshimeve të mëdha që sjell koha. Kuptohet që ka faktorë shumë, janë sidomos prania shumë e informacionit digital, stimujt digital janë të jashtëzakonshëm nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet internetit, nëpërmjet informacionit nga të gjitha anët, platforma të ndryshme i japin informacione të pakontrolluara shpesh, po edhe të shpejta, shkurtra. Këto e bëjnë rritin nivelin e stresit dhe e ngacmimit tek të rinjt, më thënë. Dhe krijojnë atë ndjesinë e realizimit të vetes dhe performancës, suksesit në të vorbull të madhe informacionesh. Ky lloj stimulimi digital i bën të rinjt që shpesh të jenë aktiv dhe të matin suksesin e tyre dhe arritjet e tyre pikërisht nga niveli i aktivitetit që kanë dhe jo nga niveli i pushimit. Qenia ose qëndrimi i pushim në këto raste ju krijon atyre përshtypjen e boshllëkut të komunikimit, boshllëkut të mendimit, e pamundësisë për të qenë të pranishëm në rrjetin e komunikimeve digjitale. Ata duhet të jenë social dhe mjedisin publik digital të pranishëm vazhdimisht dhe kjo i bën që të ndihen inaktiv në momentin që janë pushim. Dhe pushimi sjell atë ndjenjën e fajit, ndjenjën e paaftësisë, ndjenjën e sikur nuk po bëhet, sikur nuk po realizohen, nuk po bëjnë gjë. Sepse, domethënë, të gjithë brezat, profesor, më fal për ndërhyrjen, por domethënë të gjithë brezat ne kemi dashur që të jemi aktiv. Pra praktikisht edhe ju, edhe unë, domethënë në adoleshencë, më tej, domethënë interesi kryesor ky ishte që të ishim aktiv, po pse s'ishte tek ne? Kjo ndjenjë faj, kur thua që më në fund të pushoj një çik, ti gëzohesh nga ai moment pushimi, pavarësisht se aktiviteti ishte qëllim dhe për ne. Te ky brez, pse ndodh ka pra që pushimi është nuk shijohet, nuk dihet si i merituar tek e fundit, se mbas një dite shumë lodhshme ti thua e meritojnë çik pushim. Shiko, tek ta është, tek brezi im ka zgjatur shumë ndjenja e suksesit, në kuptimin që të arrijë një sukses kërkonte një investim të saktuar, po edhe nuk kishte presionin e informacioneve të shumta që të vinin, edhe të pranisë tënde në mjedisin digital. Ky lloj përqendrimi i madh në komunikim i ka bërë të rinjt që të jenë bashkëkohor, që të jenë, si më thon, të kohës, që t'i përshtaten nevojave të kohës në këtë moment, ata duhet të jenë të pranishëm në komunikim. Duhet të japin dhe të marrin, duhet të ndjenë që po shfaqen energji të saktuara. Pushimi është mungesë energjie për ata. Dhe kjo është një problem i madh. I bën që të jenë inaktiv, të ndihen të paralizuar, edhe të mos kenë vlerësim mjaftueshëm për veten. Për veten e tyre. Aktiviteti është një lloj vetvlerësimi që kanë brezi i ri. Natyrisht që nuk është ngjashëm me brezin tim, jo me brezin tënd, se ti midis afër brezit të ri, si më thon. Por sidoqoftë, ka një nevoja, ky lloj aktiviteti dhe përqendrimi i madh në aktivitet është një nevojë kohës, si më thon.
për shkak të për stimujve të shumë digital, për shkak të nevojës për produktivitet, kjo ndjenja e fare. Por interesant është edhe prirja tjetër që gjithsesi ndihen të lodhur, se ndaj e mora edhe telefonin dorë, ndihen të lodhur nga telefonat, nga teknologjia, dallohet edhe një lloj prirje tjetër që shargjim energjisë. Pikërisht, pra do më thënë nga një ran e ndjejnë lodhjen nga këto gjëra dhe ka prirje caktuara për biblioteka, për rikthimet e parqet, një lloj detoksi nga teknologjia, gjitha këto, mirë po nga ana tjetër kjo qetësia prapi duket si një gjë bosh, çfarë të bëj unë në këtë kohë? Në qetësi vazhdon lodhja për shkak të boshllëkut mendor. Në kuptimin që ata në momentin që nuk kanë aktivitet, atëherë shfaqen shqetësimet, pasigurit, mendimet e paqëndrueshme për të ardhmen, kur kemi nevojë për një përqendrim të madh ose kur na tërheq shumë një aktivitet i caktuar dhe ne humbasim mendjen, harxojmë kohë dhe se ndjejmë fare atë, ikën koha. Ka momente të tilla njeriu. Këto janë ato gjendjet e famshme flow që quhen, kur truri, një pjesë e trurit pushon, do më thënë është inaktive, pjesa që të bën analizat edhe që shikon të kaluarën dhe parashikon të ardhmen, është një pushim, si më thënë, dhe kemi në aktivitet atë pjesë të trurit, e cila krijon, stimulon sistemin hormonal pozitiv, na jep ndjenjën e kënaqësisë, që është dopamina apo ndjenjën e mirëqenies, e ndjesisë së suksesit e tjera, që janë domosdoshme këto për njeriu, për individin. Por sa më shumë të kombinojnë dhe sa më mirë, kemi një ekuilibër në mes, aq më suksesshëm jemi, sepse çdo gjë duhet të jetë e shëndetshme. Edhe aktiviteti, edhe pushimi. Kështu që dhe ta mbajmë në aktivitet trurin, por edhe duhet t'i japim kohën që meriton për t'u shlodhur. Patjetër. Atë tepër që jemi tani në sezon që njerëzit përgatiten për pushime. Profesor Dragoti, faleminderit për këto minuta dhe shpjegimet që dhat. Faleminderit për këto minuta që ishim së bashku. Faleminderit dhe juve dhe shpresoj që më tham diçka me interes. Po, ishim në këshillat, por edhe në shoqërinë e cicërimave të zogjve që vinin në studion e Ftes në 5, që sigurisht që të ftojnë në relaksim, natyra gjithmonë na ndihmon. Pushimi kombinuar. Faleminderit, përshëndes. Kënaqësi që ishim së bashku. Rezidenca Ballada vjen me harmoni perfekte mes qetësisë të liçenit të Farkës, komoditetit dhe stilit modern. Një hapësirë ku çdo detaj është i mirë menduar. Apartament 1+1 për vetëm 75.000 euro. Ballada s'është thjesht një zgjedhje, por zgjidhje e dilemës ku duhet të jetoni. Nga hëna në të premte, mos mungoni. Këtu ku ka veç një ftesë në orën 5, Top Channel.